Unë jam në verdyrma, bletëritës nga 77-a. Sot ne do demonstrojmë kontrollin pranveror. Në kontrollin pranveror dihet që është një kontroll kryesor, shikohen me imësi gjendja e bletës në rrugmiz, në pjellje, gjendja e zhvillimit pjelljes, duke parë na trupi mëmën, edhe duke parë sistemin e pjelljes, si ka pjell mëma, vlerësohet dhe mëma. Dhe ne zakonisht, kur i vlerësojmë mëmat, pavarësisht se çfarë viti i prodhimi janë, i vëmë me pluse. Një mëmë që nuk na pëlqen, që nuk është e mirë, i vëmë minus. Një mëmë që është ka në zhvillimin e pjelljes, i vëmë 1 plus. Një që është e mesme, i vëmë 2 plusa. Kurse një mëmë që është shumë e mirë, ne i vëmë 3 plusa. Sepse kjo ka rëndësi të madhe dhe për zgjedhjen e familjeve që ne do bëjmë shtesat me mëmave apo shtesat e bletëve. Kur fillojmë na kontrolli, shnojmë numrin e familjes, shnojmë numrin e hojeve që kemi në gjendje bletëve, rrugët e mizës, shikojmë sa pjellje ka, në qoftë se do vendosim do zgjerim një flet dylli apo një hojë, shnohet dhe zgjerimi, dhe pastaj në fund vendosen edhe vërejtjet. Në qoftë se kemi vërejtje, ka një problem, mund të ketë një problem smundje, një problem lagështie, një problem tjetër zgjoj, i shnojmë ke vërejtjet. Në bazë të këtij kontrolli bëhen kontrollet mas i muaj apo mas 2 muaj, sipas kohës që kemi për përgatitjen e bletëve për kullot kryesore. Një gjë tjetër në këtë moment është dhe trajtimi i bletëve me ushqim nxitës. Bletët duhet trajtuar me ushqim nxitës për arsye që të kemi sa më shumë pjellje. Sa më shumë pjellje të kemi tash, aq bletë më të fuqishme do kemi për kullotat kryesore. Pjellja duhet të jetë kryesisht 40-45 ditë kulmi i pjellës para kullotës kryesore dhe kjo ka një rëndësi të madhe, prandaj duhet të nxisim bletët që bletën ne, nëse e kemi kullotën kryesore në gjysmën e 2 të qershorit, pjellën kryesore ne duhet ta kemi më shumë, duhet ta kemi në fund të prillit, fillimi i majit, domethënë deri në 15 maj duhet kemi kulmin e pjelljes. Sepse ato bletë kanë mundësi të mbledhin mjalt në fund të qershorit dhe fillimi i korrikut. Një kujdes bletarët duhet të kenë gjatë pranverës dhe për testimin e smundjeve të nozemës dhe të varatozës. Për nozemën duhet çuar kampione për të bërë ekzaminimin laborator, edhe në qoftë se ka probleme duhet trajtuar. Sa i përket varatozës, gjatë pranverës duhet të bërë luftimi me luftë biologjike duke vendosur ojë mashkullore ose medikamente organike. Për këtë bletarët duhet të konsultohen me veterinerin. Për sa folën për ushqimin nxitës ke bletët, është e domosdoshme gjatë pranverës për arsye sepse bletët konsumojnë shumë rezerva për arsye se kanë pjellet gjatë pranverës dhe ka ditë jo të mira që kullota nuk jep. Por ka një kujdesje nga bletarë që nuk duhet të trajtojnë bletët 3 javë para se fillon kullota kryesore, për mos të bërë ndërhyrje ke mjalti. Gjatë trajtimit të bletëve për nxitje, nuk duhet i trajtojnë bletët kur bletët shtojnë 300 gram kosherja në ditë. Kjo na bletarët duket në momenti që bletët fillojnë të vendosin dyll. Në këtë moment bletari duhet bëj stop trajtimit me ushqim, për arsye sepse në këtë moment bleta mund të marrë ta vendosi ushqimin dhe ke rezervat e mjaltit. Tash në pranverë është koha që fillon dhe zgjerimi i foleve të bletëve. Për të zgjeruar familjet e bletëve, ne përdorim fletë të dyllit. Kjo ka rëndësi të madhe sepse bletët e reja ndërtojnë fletë të dyllit në moshën 13 deri në 18 vjeçë, që kanë petale dylli më shumë. Dhe gjatë pranverës ne kemi shumë bletë të kësaj moshe. Për të zgjeruar fletët me fletë dylli, rëndësi të madhe ka përgatitja fletëve dyllit. Sa më mirë të shtrëngohen telat e kornizave, bëhet më rezistueshme gjatë centrifugimit dhe nuk varen fletët e dyllit gjatë kohës që qëndrojnë në bletë dhe sidomos dhe për shtektimet që mos kputen hojët gjatë shtektimeve. Një pozicion i mirë për të i shtrënguar është në golgane vendoset një telaj e kornizës dhe dora e majtë shtrëngon fort që këto bëjnë një pozicion ulje. I tërheqim dhe e lëshojmë. Në momentin që i lëshojmë, këto vetë tërhiqen dhe shtrëngohen shumë mirë. Pastaj vendosim fletën e dyllit. Të gjithë bletarët që përdorin rula, tela duhet vendosur një jo një po. Mas vendosjes tela, fletë e dyllit kalon në kanal. Mushet me dyll, që ngjitet ke korniza. E mira është i bëjmë në të 2 kratë për arsye që mos të lëshohen. Duhet kaluar dhe ruli, kalojmë rulin ose me gjitje me transformator 12 deri 24 gradë. Transformatori vendoset në telin e parë dhe në telin e fundit dhe duke u kaluar rrymë elektrike, tela hyn pothuaj komplet në dyll. Kjo është gjitja më mirë me transformator. Kjo është gati tash për të vendosur ke bleta. Përgatitja e fletëve të dyllit ka rëndësi të madhe sepse sa më të tendosur të jenë tela dhe sa më mirë të vendoset themeli me dyllin e gjitur në korniza, edhe ruli apo me gjitjen elektrike, fleta dyllit qëndron në pozicionin e saj edhe nuk varet
që të krijojë qeliza mashkullore. Sa më pak qeliza mashkullore të kemi ke fletë dyll apo ke hoja, aq më mirë është bleta. Tash ne po hapim një blet. E shohim që bleta ka filluar të ndërtoj, do të thotë që bleta do zgjerim. Ky është ushqimi që është trajtuar bleta me ushqim nxitës para jave. Kjo ka 7 rrugmiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe një që ka filluar ndërtoj 7 rrugmiz. Shohim përpjellje, ka arritur deri në kornizën e fundit në një anë. Njëkohësisht do shohim edhe për mamën, se është kontrolli kryesor, sikur thamë, edhe duhet ta gjejmë mamën patjetër. Këtu kemi gjenerat. Shohim këtu që ka ndërtuar mashkullore për arsye sepse kjo hoje është dëmtuar gjatë vjeljes. Sipas shtrirjes gjeneratës, kjo do të thotë që ka një mëmë të mirë, sepse duket që është me harqje të rregullt, me pak brima gjenerata. Ja dhe mëma, një mëmë shumë e mirë, për mendimin tim është mëmë me një bark të zhvilluar. Tashi sikur tham duhet bëjmë pastrimin e zgjojt, për këtë arsye e ndërrojmë zgjuan, pasi këtë koshere e kemi pastruar në ambetorinat, marrim tashi sistemojmë bletën në kosherën e pastruar. Vendosim në ansore një hojë të vjetër, pastaj vendosen hojët me radhë. Sikur e pam, një nga këto hojët kishte pjellë mashkullore, këtë e largojmë gjithmonë në ansore, për arsye që kur t'i vi momenti, ta nxjerrim ka dytë. Me që kjo ka arritur deri pjellë deri në fund, ne do vendosim një hojë tjetër rezervë. Këto janë hojët që janë ruajtur gjatë vitit kaluar dhe përdoren tashi për zgjerim. Kur të bëjmë ngritjen e kornizave lart për në katin e dytë, hekim gjithmonë të vjetrat. Njëkohësisht vendosim të trajtimin me ushqim. Me këtë blet kemi mbaruar. Atëre, sikur tham, e hedhim në fletore dhe pastaj këto do kalojnë në kartel. Jemi numri rëndor 2, numri bletës 125, kishte 9 hojë në gjendje, aktualisht kishte 8 rrugmiz, 6 pjellje. Mama për mendimin ton ishte e mirë dhe i vëm 3 pluse, do të thotë për ne është na bletët na mamat e mira. Bëm një zgjerim, edhe kjo vajti me 10 hojë. Në shnim ka pak rezerva, do më shumë rezervë ushqimore. Atëre këtu jemi ke një familje e vogël, që ne në gjuhën toni quajmë nukleuse. Këto familje janë familje që ruajnë mama rezervë gjatë dimrit. Nëse kemi dëmtime, ne i përdorim për zëvendësuar mamat e bletëve të mëdha. E theksoj një gjë që çdo park duhet të ketë 10 deri 20% mama rezervë nukleuse në vjesht për mos patur rrezik gjatë dimrit. Këtu bëjmë me një zgjua antivarro, po e theksoj për bletarët sepse në botë ka mbi 10 vjet që ka hyrë ky sistem, është me fund rrjete për arsye që rrjtna të bien poshtë. Gjithmonë kjo llamarina largohet dhe mbahet e hapur vetëm me rrjet zgjoj, vetëm 2 muaj në pranverës së ershme vendoset rrjeta për mos pat shumë ajër të ftohtë nga poshtë, por gjithë vitin rri e hapur. Rrjeta dhe rrjtnat në mënyrë natyrale bien poshtë, nuk ka mundësi të ngrihen lart. Atëherë këtu do demonstrojmë grumbullimin e polenit dhe vendosin e katit dytë. Kur vendosim katin e dytë, gjithmonë zgjedhim që të marrim hojët më të vjetra për të njëjtun katin e dytë. Mbas ushqimit vendoset korniza polenit, mbas kornizës polenit vendosim fletën e dyllit, e njëjta gjë në krahun e kundërt. Vendosim diafragmën ose mëm pegusja, pegon mëmën që mos njitet në katin e dytë. Edhe tuk e mos u njët mama katin e dytë, ne gjithmonë e kemi katin e dytë vetëm me mjalë. Por ka një rëndësi më të madhe akoma për mendimin tim, sepse hojët e vjetra njësim në katin e dytë gjithmonë, apo hojët mashkulluar u qofshin. Në fillim vendosim 5 hoje, janë të bollshme, 5 hoje si fillim, edhe gradualisht duke i shtuar. Edhe kështu na qëndron zgjoj i katit parë ku pjell mama me hojë të reja dhe pa qeliza mashkullore, që ndihmon shumë në zhvillimin e bletarisë. Do të trajtojmë dhe me ushqim të nxitës për arsye sepse është momenti që i duhet. Ky është një zgjua i prodhuar apostafat për të grumbulluar polen dhe njëkohësisht dhe antivarro. Këto zgjuar janë përgatitur me dysheme plastike për të grumbulluar polenin. Është shosha që bletët kalojnë
dhe në moment rrëzohet poleni, vendoset në këtë pozicion, blet janë detyruar të kalojnë këtu, i mbyllim këto që blet mos kenë mundësi të kalojnë nga sipër, do t'ju tregojmë edhe tavën që e grumullon polenin poshtë, dhe po të shohim sa e kemi vendosur dhe ja kokrat e polenit që i kanë rrëzuar bletët. Atëherë kemi edhe një model më të thjeshtë për grumullu polenin. Ky kurthi vendoset para derës zgjojt, dhe po të shohim ne sot kemi vendosur dhe shiko sa polen ka grumulluar për një orë. Në Shqipëri ka goxha polen, për mendimin tim mjalti është gjithmonë më i mirë, më i vlefshëm sa më shumë përqindje polenit këtë brenda, sa më shumë kokriza polenit këtë brenda.